Mirë se vini të Olti Curi TV në YouTube. Faleminderit të gjithëve që sot do duroni plot 8 minuta e 30 sekonda për të folur për diçka. E keni vënë re se çifti më i diskutuar dhe çifti pari formuar, edhe pse mes dy meshkujsh në bigun e Kosovës, Klodi dhe Lundrimi, po ndahen? Po. Ti ndjesh inferiori, tha Lundrimi Klodi dhe Klodi ngeli, sepse largohesh nga biseda, nuk ishte ajo fjala e duhur, sepse njëri që qëndron larg, inferior është kur je më i ulët, ai donte ta rregullonte muhabetin, por qëllimi ishte për ta ulur paksa e për tu distancuar. Distancimi tjetër ishte pyetja: a je ti a pëlqen meshkujt? Mas kaq kohësh janë të ngjitur me njëri tjetrin në një krevat. Kjo pyetje çfarë tregon? Tregon se Lundrimi e ka kuptuar që Alba po ecën fort dhe është konkurrentja numër 1, prandaj ndau nga Klodi. Po. E gjitha kjo është ajo që po ndodh të orët e fundit, do e thoya ditët e fundit, por ngjarjet ndodhin orë pas ore, minutë pas minute, brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova. Loja është shumë interesante dhe duket se ujrat i ka trazuar më shumë se askush tjetër ajo. Alba Pollozhani, të gjithë menduam se pas performancës së saj në Ferma VIP, aq ishte fuqia e Albës. E kemi parë edhe tek përputhen, e kemi parë te Ferma VIP, apo tham, kaq ban kjo vajzë, nuk ban më shumë. Çfarë do bëj te Bigu i Kosovës? Te Bigu i Kosovës i dham të gjitha epitetet. Që nga e përdal, që nga e çmendur, që nga bipolare, që nga e keqe, që nga e mirë. Por çfarë po ndodh? Po ndodh ajo që të gjithë po kthehen tek Alba. Të gjithë po kthehen te Alba dhe kjo ishte një gjë e cila vërtet i ka habitur të gjithë. Po kthehet te Alba, po kthehen dhe po sillen njëherë me Albën, Bia që ishte gati të çmendej për çështjen e valixhes, krevatit, gjëra të tilla si këto. U pajtuan, u sqaruan. Dolce po ashtu, pavarësisht se puthet me Limin, sërish në momentin kur Albës i erdhi droni me një përshëndetje, duke treguar se ka një farë miqësie apo fanbezi apo fansash nga jashtë, Dolce e përqafoi sikur nuk ishte ndodhur asgjë, duke e ditur që Alba e merr shumë për ters afrimin e saj me Limin, sepse sipas Albës është shumë e dashuruar. Por Alba me zgjuarsi çfarë bëri? Ato që parashikova unë në videon paraardhëse para 2 ditësh, u shkëput nga Limi dhe të gjithë narracionin ajo e bën me gjithë banorët, debatin e bën me gjithë banorët, siç e bëri tek lavanderia duke u qepur mbi të gjitha ygertës, por Limin e përjashton dhe her pas here e largon, edhe pse Limi natën ka patur një moment kërcënues ndaj Albës duke i dhënë 2-3 mesazhe që qëndro aty ku je dhe mos hec më shumë në territorin tim. Gjitha kjo po perceptohet nga kush? Jo nga lojtarët e dobët, por po perceptohet nga lojtarët e fortë aty brenda. Dhe një nga pretendentët e diskutuar kudo për fitoren e Big Brother VIP Kosovës është Lundrimi, por Lundrimi ka luftuar në lojën e tij, ka luftuar jo vetëm. Ai ka qenë çift dhe ka qenë dy miq shumë të ngushtë me Klodin. Miqësia atyre shpeshherë është tentuar të përbaltet nga banorët dhe nga komentuesit jashtë, por mes tyre ka patur vetëm miqësi dhe asgjë tjetër më shumë. Pikërisht duke parë ecurinë e Albës, duke parë se si Alba me qetësi u zgjua në mëngjes dhe shkoi te lavamani krah për krah me Bian, që ka patur një histori me Limin. Ajo vetë kishte një histori me Limin, Dolce ka një histori me Limin, dhe Limi nga ana tjetër, të katërt u vendosën përpara lavamanit dhe lanin fytyrën, dhëmbët dhe u zbukuruan në pranitë e njëri tjetrit, sikur të ishin në një harem madhështor. Ky ishte një mesazh i fortë, pra që Alba mund ta përballojë, edhe pse qanë e bërtet dhe bën si e lënduar, mund ta përballojë këtë situatë edhe pse duket si shumë e rëndë, duke bërë që Lundrimi ta marrë mesazhet, thotë shiko, se midis të tjerëve që vetë shpallen si fitues, siç është Labinot Rexha, kemi dhe vajza që mund të kenë edhe mund të jenë surprizë në fund të bigut dhe mund ta marrin çmimin e madh që është gati 200.000 euro. Pra dhe njëra prej tyre është pikërisht Alba Pollozhani. Lundrimi ka kapur rastin dhe menjëherë ka thënë: në qoftë se Alba u shkëput, pra Alba e shpërnguli vëmendjen nga Limi, përse unë duhet të vazhdoj dhe të konsiderohem sikur të jem një lojtar i vetëm me Klodin. Nga ana e tij Klodi ka patur ulje dhe ngritjet me Benitën, me Elionën, u sajua sikur kishin një interesa,
Eliona e kafshon të herë pas here, por që në momentin që Klodi pati lidhjen me të dashurën e tij italiane në një prime të Big Brother VIP Kosova 4, Eliona i futi dhëmbët brenda dhe nuk e kafshoi më Klodin. Dhe duket sikur u kthye edhe një herë ekuilibri midis Klodit dhe lëndrimit. Por tashmë ky ekuilibër u kuptua që duhet prishur një herë për gjithmonë. Dhe në qoftë se ne mendonim se viktima ishte lëndrimi, pra ishte afeksionuar, afashinuar nga Klodi, si një djalë simpatik, dashuruar pse jo, por jo, duket se frena në dorë i mori lëndrimi dhe mes të dyve kemi një të lënduar. Dhe i lënduari nuk është lëndrimi, pra ku nuk është lëndrimi, kush do jetë është Klodi. Po, sepse lëndrimi shkoi duke e provokuar dhe duke i thënë se unë kur flas me njerëz të tjerë, ti nuk afrohesh tek unë se ndjesh inferior. Pra, këtu Klodi, unë dje keq dhe tha e inferior, do thotë që unë jam poshte, jam i ullur, jam më i ullët nga ti. Jo, thanë jo në atë kuptim, në kuptimin që ti je i largët. I largët ka një emër tjetër, por jo inferior. Ndoshta lëndrimi nuk e di mirë fjalën inferior, ose e din shumë mirë dhe ka thënë për ta plagosur shpirtërisht Klodin, duke bërë që të filloj krisja mes tyre. Duke e parë që krisja nuk filloj, atëherë lëndrimi vendosi të përdor artillerin e rënd. Po, dhe e goditi pikërisht në një gjë që Klodi dyshon se mund të dalë shumë keq jashtë, tek dyshimin mbi seksualitetin e tij. Dhe pyeti cop pra nëse seksualiteti i tij është ai që dihet apo ka dyshime të tjera, pra nëse të pëlqejnë meshkujt apo jo. Dhe me të drejtë, kur një pyetje të tillë e bën një njerëz i cili ka qëndruar me ty shumë pranë, Klodi tha që ti këtë pyetje mund ta kishe bërë që në fillim dhe lëndrimi u përpoq si macat e pasqyra duke u përpjekur që të mbahet, por duke se ajo gjë ishte thjesht një provokim. Ishte një provokim që loja mes tyre të ndahet një herë për gjithmonë, sepse duket se edhe pak javë kanë mbetur nga finalja e Big Brother VIP Kosovës. Dhe siç ndodh gjithmonë, edhe kur çiftet janë çifte, siç kanë qenë mashkull femër në shumë edicione të Big Brotherit dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, drejt fundit loja ndahet. Loja ndahet sepse fitoria do të shkoj vetëm tek njëri. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të fitoj një çift i lidhur aty brenda. Madje edhe në botë shumë të rralla kanë qenë rastet kur fitoren e Big Brotherit e ka marrë një çift, pra një mashkull, një femër, apo dy femra apo dy meshkuj, pra kanë qenë çift dhe kanë shkuar drejt fitores. Por duket se ujrat i ka lëvizur pikërisht ajo, Alba, e cila kohët e fundit duket se e kuptoi mirë lojën dhe bëri shkëputjen nga Limi dhe prisni pak, ajo shumë shpejt do të afrohet me Dolçen. Këtë parashikim po jap në mbyllje të kësaj video. Ashtu siç bëri me Bian, që gjoja u sqaruan, u miqësuan, u rimiqësuan, vajza tjetër që do afrohet Alba është pikërisht Dolça, sepse në këtë mënyrë ajo izolon Limin dhe e mban larg, pra duke mos marrë shumë vëmendje, sepse ajo e kupton që lidhja e Limit me Dolçen jo se nuk i pëlqen asaj se është xheloze, po thjesht për efekt të lojës është e tepërt dhe i krijohen dy konkurrentë për të cilët ajo nuk ka nevojë fare sepse i pengojnë drejt fitores.